Përshëndetje të dashur miq, mirë se vini. Atëherë, ka një diferencë ndërmes fesë dhe spiritualitetit. Diferenca është, më vjen keq se do njerëzit nuk janë gati për këtë informacion. Diferenca është se feja është e krijuar prej nesh. Spiritualiteti nuk është i krijuar prej nesh, po ka një tendencë pseudo spirituale, do me thënë spirituale në thojza, sepse kjo është prap një produkt i njerëzimit, do me thënë nuk është ajo që gjahet e gjendet gjithkund, po është një krijesë, kisha me thënë moderne, në shkallën e njerëzimit. Feja pra, do me thënë një herë, shqiptarët janë krishterët e parë të këtij kontinentit. Pra, në qoftë se bëhet fjalë për me kriju një shtet mrena shtetit, një shtet bektashi, ku di unë, është stupiditeti më i madh. Është stupiditeti më i madh, sepse Shqipnia ka nevojë për shumë gjëra, po jo për maskarada të tilla. E pra, pa e lam fejnë në nën, sepse më vjen keq, po fejt nuk janë për me liru njerëzit, as me i lill, si thot religion dhe me lill, ajo është për me lill, taman me lill shpirtin edhe shpirtin edhe njerin përgjithësi. Pikërisht për njët, fejt janë përdor tash 2000 e sa vite në mënyrat përdor e keq përdor, në mënyrat më shkatruese, edhe nuk na kanë çu kurkun, asnjëherë s'na kanë bashku, asnjëherë do me thonë njeri beson në një ferr ose një pajrajs, qoftë krishter, qoftë musliman, ku di unë, e pastaj kur ti vdek, ti po shkon në ferrin e atij krishterit, kur je musliman ose je musliman e shkon në ferrin, do me thënë nuk ka asnjë kuptim. Historia Adamit e Evit as mos ta flasim fare, sepse i bjen që ta njerëzimi ka linë prej incestit atër, do me thënë është edhe herë, po i mbledhëm të na. Fejt monoteiste, moderne, ato trija si janë njoftuna, si kanë marrë pushtetin në tanë botën, janë një krijim, edhe një krim, po një krijim i njerit janë një krijim i njerit për mos me u ballafaqu me përgjegjësinë si i takon, pra në gjegjen e vet. Fejt kanë marrë djepi i tyne, dhe me thamë, kanë marrë atë dimensionin si kanë marrë në Azinë e vogël, po thona, por në fakt mitet e feve monoteiste moderne edhe dhënat si janë në librat e shenjtë, ato vinë prej pellas gojlirëve. Kreu kjo, e di se s'keni me kanë dakord, e di se shumë njerëz kanë me murrye, se nuk do ta pranojnë se Krishti është mrena, se Allahu udhë, pra është udhë ose udhë. Mos flasim fare për maskaradën e fesë ebraike, nga që
ajo kërkon të krijon një origjinë si se ka pas kurrë. Pra, nëse feja hebraike ka rraje autentike, ajo do të lidhet se s'bën me popullsinë që i takon, domethënë pellast, domethënë shqiptarët e sotshëm, për me kuptu, domethënë gjenezën e saj si fe. Si herë nuk ishte monoteiste, pastaj bëhet monoteiste, më falni, por nuk ka asnjë lloj kuptimi. Tana fet moderne, qoftë edhe budizmi, që është më shumë një filozofi se një fe, e tjera, domethënë këto veç krijojnë edhe më shumë varësi, veç edhe lidhin njerëzit e njerin edhe më shumë, domethënë një jetë, një dimension superfaqësor, normal material, po superfaqësor në pikpamjen, domethënë shpirtore. E pra, hajde futena direkt në temë. Shpirtore pse? Spiritualitet vjen prej fjalës shqipe shpirtror. Shpirtëror, spiritualitet. Është fekse njëjta fjalë. Sepse spiritualiteti, edhe pavarësisht se keq përdoret prej njerëzive me egon e dobët e ku dion për me marrë energjinë e tjerëve, në fakt, dhe me marrë fuqinë e tjerëve, spiritualiteti nuk është diçka që është e shpikun. Kjo ka ardhur qysh se mendja është kriju e është bërë vetëdijshme. Spiritualitet, shpirtror, shtëpi. Pra, shtëpia e njerit gjendet normal e në anën e padukshme të jetës, e në anën okulte të jetës, dhe pikërisht jeta shpirtrore është ajo si na ka bën si njerëzi me ardh, me eksperimentu, me shiju këtë dimension, edhe me u rikujtu se jemi vetë Zoti. Pra, gjithmonë du të thënë atë gjuha shqipe, sepse përndryshe shtohet konfuzioni, shtohet atër bëhen shumë informacione e hup njerin informacione. Jeta shpirtrore është ajo që e bën njerin të bëhet vetëdijshëm, të ketë ndërgjegje. Konscienca nuk është prodhim i trunit, domethënë gjithçka është konsciencë, e pastaj në konsciencën manifestohet ose nuk manifestohet një gjë ose një tjetër. E pra, materia. Biles, materia, mater, mother, muter, e tjera, në të nga gjuht. Kjo shpjegohet me dy mënyra, shqip. Mater, dhe më thanë ma tonë, man tërën, man të gjitha, ose mat, mat, dhe më thanë energjia. Pra, materia është ajo si mund të matet, ose është ajo që man të tana. Sepse edhe pse nuk mundemi të perceptojmë dhe gjana me mundësit tona fizike, ajo do të thotë se nuk ekziston. Për shembull, bota astrale, po thona, bota astrale është normal, i botë e padukshme. Edhe njerëzit që nuk doin të kthehen në shpirt, domethënë mas vdekjes e tjera, që nuk doin të shkrihen në fakt, se kjo është ideja, domethënë më shkrisi
identitet për me të rikujtu çfarë është identiteti jot themelor ose hyjnor, origjinal, pra shpirt. Jo identiteti toksor, po thona, edhe pse normal është i nevojshëm identiteti toksor, po nuk e nashkalon kurrë identitetin shpirtëror, si ajo është realiteti, domethënë materia është shtresa superfaqësore e realitetit, por nuk është esenca e realitetit. Edhe ta tjetër mund të them, pa ashtu, pa ju myt e nuj. Pra kaq, kisha me thënë se nëse shqiptarët do të kuptojnë pse pavarësisht se në superfaqe kemi një tolerancë fetare, në thellësi shqiptarët, po thona shpirti shqiptar, më sakt po thona, shpirti shqiptar është është dëmtu, është copa, edhe feja nuk i bën asgjë të mirë shpirtit shqiptar, sepse na shqiptarët jena parafetar. Jena parafetar e shumë gjana prap në fej aktuale mu shpjegohen vetëm me shqipen. Po i thëm tana këtu se video e kam u ba shumë e gjatë, por kur shqiptarët të jenë të vetëdijshëm se janë parafetar, e do me thanë kanë një spiritualitet ose një jetë shpirtërore është të pasun sa fetë moderne nuk munën kur ta përfaqësojnë këtë, atër shqiptarët do të bëhen të vetëdijshëm, do të thehen ashtu siç janë, qysh në fillim, do me thanë zot i ri, zot një, do me thanë një zot, sepse nuk ka asnjë gjë përveç zotit, do me thanë një gjë është çdo gjë është një gjë, kjo gjë është Perëndia, ose Zoti, ose energjeja, ose konscienca, ose zgjedhni konceptin tuaj modern të preferum, po fjala nuk është gjaja. E pra, të dashur shqiptar, besoj se ka ardhur koha me kalu nga feja te përgjegjësia. E përgjegjësia është se ne jemi Zoti. Çdo njeri është një perëndi në vetë. Në qoftë se ti jep fuqinë tënde një entitet, një krijimet njerëzor, le mam të ju lutesh e lyp gjana e ku diun e tjera, atër ti thue, e ka tregon se në fakt atër Zoti nuk ekziston për ty, masi ti e vendos Zotin jashtë teje. Pra, si ka me kanë Zoti ajo që është, në qoftë se të përjashton ty, nuk ka asnjë kuptim. Pra, edhe njëherë, çdo njeri, një i ri, me nije, se thona në geg, me një i ri, me nije dhe me thanë, me nije atë fuqin origjinale që krijimi pa krijues i jep çdo gjaje që është. Edhe njëherë nuk ka asgjë përveç Zotit, e pra Zoti, thoti, si është edhe Hermes është hershëm, nese, s'po futena shumë fellën këto, se ka shumë për më thanë, po
në qoftë se na vazhdojmë të lamë fuqi të padukshme me na shfrytzu, ashtu si ka kanë puna tash paktën 2500 vite, atëherë kjo maskara do të vazhdojnë, jo me politikantë, jo me fetar, edhe herë, jo me kudion e tjera, dhe njeri do të harrojnë se është një i ri që ka një mision shpirtëror edhe nuk mundet me jetu me të vërtetën e një tjetrit, me ligjet e atij tjetrit, kur shpirti ka vetë ligjet e saja, si normal janë pjesë e ligjeve universale ose kozmike. Edhe besoj se kesh, do më thonë, po e lam këtu për sot, se ishim shumë gjana për njerëzit se kanë s'janë mësume këto vëj refleksioni me menje krejt hap, pra nuk dëshiroj të atakoj askan, nuk du të ofendoj askan, por edhe njëherë, ne si popull original kena një përgjegjësi të madhe për me i tregu vetit e me i tregu botës qa është natyra e realitetit, që normal është shpirtërore, pra spirituale, në vend parë, edhe po ja u them një fjali në anglisht për me sintetizu tana, do më thënë the state of being matters, the spirit matters. Do më thënë që gjendja, konscienca, po gjendja energjegjes tane, kjo shkakton materjen, edhe jo e kundërta. Për atë, qatë të takon ty, qa shpirti jot e ka në plan, si ka kanë i vetëdijshëm, para se me harruën këtë dimension, se ka kanë i vetëdijshëm, e pikërisht ka ardhur në këtë dimension për me u rikujtu se është i vetëdijshëm. Shpirti nuk është nuk preket prej mungesave njerëzore, jo dëshirat e një njeri, jo fama, jo leku, reputacioni, bla 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 e tjera. Këto janë krejt janë loj fmish, se edhe herë në qoftë se shpirti nuk mundet të eksperimenton atë program vibracion që ka pasë në men, e ka në men, i duhet të vinë të aprovojnë në këtë dimension, atër normal që shpirti gjithmonë do të mundohet me u kthy në atë rrugën shpirtërore. Po nëse njeri nuk don, dhe më thonë, egoja i ti që i duket aq i madhe, aq ku dion se s'don me u zhduken pikpamjen e identitetit për më u rikujtu se është çdo gjë e asnjë në njëjtën kohë, pra Zoti, kjo normal shkakton të merresht pasoja të dëmshme, sepse njerëzit kujtojnë se kanë një lloj fuqie për me krijuar materë, po në fakt fuqia është normal shpirtërore dhe materja, ashtu si koha, është një pasojë e jetës shpirtërore. Vetëm një pikë të vogël për me kry, dhe më thonë, ai që kujton se mundet krijojnë pa shpirtin, mund të jetojnë pa shpirtin, mund të jetë dikush pa ndërgjegjen e shpirtin në tjera, ai njeri është i dëm. Edhe i dëm, pikrisht si alegoria, sepse normal nuk është siç realitet ky mit, pavarësisht se edhe herë na takon neve si pellazgo i lirë,
me karmin, harmoninë e tjera, po s'po futena në shumë detaje, se prapë edhe fjalët e Biblës janë prapë shqip. Pra, Adam do thot Adam. Adam sepse kujton se mundahet prej Zotit, prej shpirtit, prej nërgjegjes. Ky është një iluzion, asnjë kush s'mundahet. Ata që kujtojnë që mundahen prej shpirtit tyne shkaktojnë dame të tmerrshme që normal do të sjellin pasoja e tjera. Po derisa njerëzit ta kuptojnë që janë vetë Zoti, pra janë një krijesë hyjnore, janë të fuqishëm në mënyra si s'ja u merr mendja kurrë, do të vazhdojnë këto pasoja, do të vazhdojnë këto maskaradat e tjera. Po njeri edhe herë du të përqendrohet te shpirti e mos më munu me pështu botën, se bota është krejt në rregull, bota s'ka pas kur nevojë për ne, domethënë toka, gjaja, gjaja shqip normal, se vjen prej gjajs. Edhe nuk domethënë ti ke me hub shpirtin tan, tu i kujtu se do fitosh fuqi, famë, reputacion e bla 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 e tjera, kur në fakt edhe herë s'ka asnjë gjë përveç ajo që është pikërisht gjaja. E gjaja pikërisht do thot që një gjë është çdo gjë është një gjë, pra Perëndia, Zoti, hyjnia e tjera. Edhe na jemi, domethënë, kjo krijesë, po thona, kjo krijesë e vetëdijshme njerëzore, se do dekum si njerëzi, po jemi Zota. Edhe kjo fjalë është shkruar pikërisht në Biblën, ku thohet se ju keni harruar se jeni Zota, po do dekni si njerëzi. Ja kaloshi mirë, gjithë të mirat, do shifemi e do dëgjohemi së shpejt, edhe ju uroj të gjithëve që rikujtohet identiteti juaj kozmik, të ju rikujtohet e vërteta që e bajmë në qelizat tonë, domethënë s'ka nevojë askush me imponue asnjë gjë, se e vërteta i mjafton vetes. Gjithë të mirat, mirupafshim!